nuk po protestojmë vetëm në politikë, por edhe në media. Do të kemi një përplasje mediatike midis reality show. Big Brother VIP Kosova, Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP. Mua më duket pak sa e çuditshme për shkak sepse kemi një popullsi shumë të ulët, jemi diku 4 milion, jalla bila në u bëfshim bashk, por shumë shikueshmëri dhe interes. Kështu që unë jam shumë interesuar të di nga ju tani, si e mendoni dhe si e shikoni ju këtë përplasje? Do jetë një konkurrencë, do ketë shikueshmëri më shumë, do të jetë një dramë e vërtet, do t'i huazojnë pjesëmarrësit njëri tjetrit. Çfarë do ndodh? Shkruani në komente, jam shumë kurioze të di se çfarë keni për të më thënë. Unë jam pa fjalë.